Rikthehemi rrjedhës normale të ditarit mes shumë zhvillimeve për cilat do t'ju informojmë edhe në minutat në vazhdim, sikurse do shohim edhe çfarë ndodh në Kosovë, do të ketë tentativa për ta mbledhur edhe sot kuvendin apo jo. Ndalemi pak tek aktualiteti ynë politik me protestën që sot ka hyrë në ditën e 78 dhe me politikën që duket shumë larg protestës, pavarësisht thirrjeve të vazhdueshme nga njëra anë të Zoti Berisha për t'u bashkuar sa më shumë demokratët protestës në shesh dhe nga ana tjetër me Ramën që javën e ardhshme mbledh qeverinë për ritritin e famshëm të çdo fund sezoni politik në nisje të një sezoni të ri politik në shtator. Me gazetarin Nurim Tuskun ndajmë sot një bisedë, mirë se vjen, kënaqësi që jam me ne. Falenderoj shumë që na pritët për pak minuta për shkak të zhvillimeve të aktualitetit. Po, ditë ngarkuara këto të gushtit gjithmonë me zhvillime për shkak edhe të sezonit. Zoti Tusku, ajo që kam vënë re gjatë këtyre ditëve kur edhe diaspora është kthyer në Tiranë me njoftimet për atë protestë madhështore kanë qenë reagimet edhe sulmet, përçarjet që kanë nisur edhe mes grupeve të ndryshme brenda protestës, duke quajtur grupi rebelëve, çeta, ata që kanë kapur mikrofonin në protestë dhe të tjera, duket sikur kanë filluar ndasit e para. Kjo ndodh kur një organizim i tillë zgjatet në kohë dhe nisin përçarjet. Ka mendoni ju infiltrime apo ndikime edhe nga politika për ta përçarë protestën, apo është thjesht ndjenjë protagonizmi atyre që në shesh kanë qenë prej ditës së parë dhe sot duan jo ta privatizojnë protestën, por ta udhëheqin në një farë mënyre? Në fakt, unë e kam parë protestën që ditën e parë, që në fund të majit dhe në fillim të qershorit, e cila ishte masive për hir të vërtetës, dhe qeveria u gjend në një situatë të papritur dhe çfarë nuk tha, nxori skenar që këto protesta organizoheshin nga agjenturat iraniane, agjenturat greke, shërbimet e huaja të cilat kishin interes të dëmtonin Shqipërinë, por që faktet rezultuan krejt të kundërta që protestën organizonin vetë shqiptarët, vetë shoqëria shqiptare, vetë qytetaria shqiptare, e cila kishte arritur, ose më saktë ka arritur në një nivel pa kënaqësie të lartë ndaj qeverisjes dhe jo vetëm kësaj qeverie prej 14 vjetësh, por komplet establishmentit politik në Shqipëri. Për të ardhur tek pyetja juaj që thatë më lart në lidhje me zërat të cilat ju thoni ka përçarje, normalisht që një protestë do të ketë edhe ajo kontestimet e veta, njerëz të cilët mund shfaqin, mund tentojnë marrin protagonizëm më të madh, njerëz të cilët instrumentalizohen edhe nga faktorë të tjerë politik, fjala vjen nga dy partitë mëdha, se mos harrojmë janë faktori i madh elektoral dy partitë mëdha, siç është Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, dhe domosdoshmërisht kanë edhe ata njerëzit e tyre nëpër protestë dhe kanë qëllimet e tyre që o ta devijojnë ose ta përvetësojnë, ti marrin ata nismat ose le të themi frytet e kësaj proteste, sidomos opozita e cila mëton ose është pretenduesja kryesore për ta përvetësuar dhe për ta marrë drejtimin e protestës. Por ajo që unë vë re prej 78 ditësh, të paktën e kam ndjekur hap pas hapi, kam qenë aty si gazetar, por njëkohësisht edhe për ta vëzhguar protestën nga afër, shoh që përbëhet nga grupe të ndryshme sociale, fjala vjen janë njerëz të shkolluar, njerëz të cilët kanë një punë të mirë, nuk janë njerëz që fjala vjen vetëm ata që kanë probleme shumë të theksuara ekonomike ose janë shtresa të marginalizuara sociale që kanë dalë në protestë. Por ka individë të cilët pretendojnë dhe kanë një synim që Shqipërinë ta bëjnë ose të ndryshojnë disa gjëra të cilat, siç e kanë vënë edhe emrin Shqipëria e re e të nesërmes, ta ndryshojnë dhe t'i japin një drejtim siç mendojnë ata që t'i shmangin të gjitha problematika 36 vjeçare dhe që synimi është i qartë pra që ta përmbys këtë establishment, këtë klasë politike 36 vjeçare, nuk e di, është një proces në gjykimin tim që do të marrë kohën e vet, pavarësisht se le të themi her pas here ngrihet edhe ulet kurba e protestës për gjatë këtyre ditëve. Gjykimi im është që do të jetë një proces në vazhdimsi. Në vazhdimsi, do të thënë e kap shtatorin, e kalon shtatorin me nisjen e sezonit të ri politik. Pret zhvillime dhe dinamika të reja? Do të thënë edhe një formë të re të protestës dhe të organizuarit? Kam përshtypjen dhe gjykoj që me ardhen e shtatorit fillon kthimi i qytetarëve në Tiranë, sepse të jemi realist për gjatë verës. Tirana boshatiset, një pjesë e njerëzve shkojnë me pushime, një pjesë lëvizin ndoshta nga rrethet e tyre ku kanë ardhur, që kalojnë verën atje, janë dhe studentët, janë dhe nxënësit e shkollave të cilët në verë pushojnë,
dhe janë një faktor shumë i rëndësishëm për ta parë ose për ta shumuar protestën në shesh. Ajo që do të thoja, që është një element i rëndësishëm i protestës, është se nëse ne flasim që protesta mbahet në këtë shesh tek bulevardi Dëshmorët e Kombit për 3 orë çdo ditë e në vazhdimsi, duhet të themi edhe diçka tjetër, që kjo protestë është edhe si janë si ato rrathet koncentrik që përhapet vala e saj nëpër Shqipëri. Fjala vjen, nëse qendra është tek bulevardi Dëshmorët e Kombit, vëmendja e gjithë shoqërisë shqiptare është pothuajse tek protesta. Përgjatë verës ju si që jeni në DNI dhe besoj e keni trajtuar, dhe në çdo studio televizive e ka dominuar debatin politik vetëm protesta. Do me thënë, me pak fjalë kemi një lloj institucionalizimi në këtë shesh. Pothuajse çdo njeri i cili ka një problematik të caktuar, shkon dhe i drejtohet sheshit të protestës dhe mendon se duke ngritur zërin aty mund ta zgjidh atë problematikë. Dhe nuk e kanë keq në fund të fundit, sepse është një rast i paprecedent për 36 vjetësh që një protestë të jetë organizuar nga qytetarët dhe të zgjas në këto ditë, edhe pavarësisht se ka qenë një i nxehtë përvolues. Do ta themi edhe këtë. Ngritur një pikpyetje tjetër, përsëri në rrjetet sociale apo edhe nga qytetarët në komunikimin e tyre të përditshëm, shkojnë çajnë hallët tek mikrofoni, flasin tek mikrofoni, vetëm me leje, se pastaj do dua të ndalem edhe tek organizimi i protestës apo kush e drejton atë se ne e përmendëm edhe pak më parë. Ku janë intelektuale? Do me thënë është një pikpyetje që ngrihet edhe nga ana e protestuesve. Do me thënë po flasin qytetarët e thjesht, po flasin nga mosha nga më të ndryshmet, por intelektualet e këtij vendi ku janë, sepse ka patur ankesa edhe nga vetë protestuesit që janë në shesh por nuk lejohen të flasin. Në fakt nuk e di, unë kam parë që ka qytetarë nga më të ndryshëm, nuk i kam matur nga shkalla e intelektualizmit, se besoj të gjithë intelektual mund të duken dhe pretendojnë që janë, pavarësisht se i nxjerrë në pa mikrofoni kapacitetet e tyre. Por ajo që duhet them është që intelektualet, paktën zërat publik që ne njohim në Shqipëri, pothuajse kanë qenë inekzistent tek pjesa e mikrofonit, pavarësisht se i kam parë për i të vërtetës të jenë në shesh, duhet të them. Por që t'i afrohen mikrofonit nuk e di çfarë kanë një lloj droje, një lloj hezitimi. Unë me disa prej tyre kam folur dhe ata kanë thënë më mirë të jetë vazhdoj kështu në këtë lloj forme pa përmendur emra konkret, por që në shesh i kam parë. Jo, më kujton atë shprehjen e një historiani francez, Albert Vandal quhet, që thotë intelektualët mbeten gjithmonë në pritje. Nuk janë ata të cilët veprojnë. Janë ata të cilët gjithmonë thonë që duhet bërë kështu, duhet bërë ashtu, por që të marrin nismën janë të tjerët të cilët veprojnë dhe ata arrin që ti përshpejtojnë ngjarjet dhe ti nxisin ose të jenë katalizator i ngjarjeve. Ndoshta është dhe kjo arsye që i mban disi të stepur pjesën e intelektualëve. E kuptoj. Edhe pse ka hedhur vazhdimisht një lumë akuzash se duhet të ndalen pak tek protestat e politika, se ti me të drejtë përmende edhe Partinë Demokratike edhe ato socialistës së dy më të mëdhat. Zoti Berisha nuk beson që do të jetë drejtësia edhe nga shtatori ajo që mund të trondisë themelet e qeverisë Rama, por këtë mund ta bëj vetëm një bashkim forcash opozitare, thot Berisha. Sa e nevojshme është në këtë moment për të shfrytzuar edhe fazën që po kalon vendi ynë me protestën në shesh, që duket se nuk do të ndalet edhe në nisje të sezonit politik. Sa e rëndësishme është që opozita të ketë protestën dhe momentin dhe kohën e saj brenda institucioneve dhe protestat vazhdoj jashtë. Me thënë do të ishte ky kombinimi më i mirë për të rrëzuar apo për të tronditur Ramën, apo do të presin vetëm nga drejtësia dhe drejtësia vjet në lëvizje nga këto protesta në shesh, apo ka kohën dhe ritmin e saj edhe ajo? Në fakt, ti referohemi prap protestës, protesta e merr forcën e vet sepse e shoh unë, paktën siç e shoh në këndvështrimin tim, sepse nuk ka një kokë drejtuese, fjala vjen që të jetë e paragjykuar nga opinioni publik. Protesta konsiderohet e qytetarëve përderisa vazhdon që nuk ka ende një drejtues. Dhe kjo do ta dobësonte, fjala vjen, nëse do të fusnim në ekuacion edhe faktorin opozitar ose opozitën zyrtare, siç është Partia Demokratike e drejtuar nga zoti Berisha, ku për hir të vërtetës në thirrjet e protestuesve shihet edhe tok fjalë që Rama Hamburg, Berisha Hamburg, që thuhet rëndom në protest. Me pak fjalë është tregues që protestuesit nuk e miratojnë dhe nuk është se e kanë në ekuacionin e tyre opozitën që ta përfshin edhe atë si faktor të ngjarjeve që do të rrjedhin më tej. Ajo që thot Berisha është se ndoshta atë qëndrim do mbajë, ashtu intereson si Parti Demokratike, ndërsa nuk e di për pjesën e Ramës nëse do të
do të shtoj diçka për... Dua të të pyes se bën retreatin fillim javën e ardhshme. Jo, Rama... Është një përgjigje ndaj protestës që vazhdon, është normale dhe tradit këtë e dim që Rama gjithmonë para nisjes së sezonit politik ndryshon emra, sjell një qeveri të rifreskuar, por sa i vlen pas kësaj proteste dhe pas kësaj vere që nuk gjan me të kaluarat. E parë në një këndvështrim, le ta themi, analitik dhe të thellë, kryeministri në gjykimin tim është njeriu më i shqetësuar nga kjo protestë. Po ta shihni madje i ka ndërmarrë direkt nismat që në javën e parë mlodhi qeverinë dhe i tha, mlodhi deputetët e grupit parlamentar dhe madje ju tha që iki unë, gati ishte e pa situatën shumë të rrezikshme dhe Rama është ai që e lexon më së miri këtë situatë dhe këtë realitet. E mat më së miri temperaturën e opinionit publik dhe e di që kontestimi i shoqërisë shqiptare është i madh. Madje para disa kohësh Rama, para 4 vjetësh në mos gaboj se tashmë vitet kalojnë dhe pati thënë vetë që nëse ne nuk ndërmarrim reforma si politik, kur i thoshte atyre të vetëve të Partisë Socialiste që të hapemi dhe të transformohemi si parti politike, ne një valë e madhe protestas ose një valë e madhe pa kënaqësie qytetare do na marrë përpara. Duket sikur janë profetike këto fjalët e Ramës dhe sikur i dolën tashmë, sepse pothuajse qytetarët janë të vendosur të qëndrojnë në bulevard deri në arritjen e qëllimeve të tyre. Ka një zbutje të tonit në fakt nga ana e socialistëve dhe këtë e vura re dhe të një, nëse më ndihmon edhe regjia, në një status të zotit Balla. Përsëri vazhdon me publikimin e videove nga ana e protestës, por e pranon se shumë prej tyre paruar edhe simbolin e flamingos janë në shesh për mjedisin dhe për ankesat e tyre. Zoti Balla është bërë si e personazhi, është bërë si e personazhit e filmit Dimri i fundit, si ai që numëronte, si Gjermani që numëronte gratë që do shkonin edhe ai numëron protestuesit dhe her pas here e keni vënë re besoj deri në terma pejorativ ndaj protestuesve. Nuk tallem thot me protestuesit apo me numrat e tyre në bulevard, por tallem me pjesën tjetër, sorrat e Saliut, lapajt edhe të tjerëve partive opozitare. Po sepse përpiqet t'ia vesh gjithmonë atyre protestën. Protestë duke ja relativizuar rëndësinë e protestës dhe kjo ja relativizon ose në shoqërinë shqiptare sikur këtë protestë organizon Berisha ose organizojnë faktorët opozitar ose partitë e tjera të vogla, të cilat janë provuar në elektorat, por për hir të vërtetës është se në protestë partitë e vogla, drejtuesit e këtyre partive të vogla, nuk e kanë marrë në njëherë fjalën sepse nuk janë pranuar nga qytetaria që ta kthejnë politike dhe t'i japin një emër nga partitë e vogla. Dhe ky është fakt që po e përcjellim nga terreni, nga realiteti që ka ndodhur tashmë në protestën e ditës 77 dje dhe 78 sot. Ky është paktën që unë kam parë, ose këto kam parë për gjatë tyre ditëve. Nëse ndalemi edhe një herë te qeveria, kënd shkon Rama, kë ruan, kë promovon, apo asgjë nuk është më surprizë tani edhe në emrat që sjell. Rama kam përshtypjen që do përpiqet të jetë i hapur, do përpiqet me nismat që po ndërmerr sidomos me draftin ose me broshurën e Besës, do përpiqet që ta absorboj protestën, ta përthith atë, ti përthith kërkesat e saj dhe me qëllim që të ndërmarrë reforma dhe ka synim të zbus, le të themi, këtë zemërim të madh qytetar. Se sa do t'ja arrijë kësaj, ngelet për t'u parë dhe për t'u provuar. Por ky është qëllimi dhe synimi i Ramës në ditët të vijim dhe ne kemi për ta parë që ai do përpiqet të absorboj pa kënaqësitë, t'i marrë dhe t'i kthej në programe qeverisëse. Do sjell emra të rinj të papërfolur, ministra teknik. Sigurisht, madje edhe në daljet e fundit ose në atë nismat që kanë ndërmarrë së fundmi, thotë që na sillni ju propozimet, jemi të gatshëm, jemi të hapur, një njeri i cili deri dje diktonte ose drejtonte gati me frymën e Luigjit të 14, sikur shteti jam unë, që te kalonte çdo institucion, tashmë duket sikur është të zbutur dhe protesta këtë ka arritur dhe në fillim kjo protestë që duke e pa shpresë dhe duke e kot, deri diku ja ka arritur që të ekuilibroj palët dhe askush të mos të ndihet i fuqishëm në këtë vend që ka, le të themi, monopolin e opozitës apo monopolin e pushtetit, sepse pushtetin ta jep populli dhe nuk ta jep askush, pavarësisht se Rama pretendon që ka 83 mandate, ka 800.000 vota, por ajo që është dhe ai e matë më së miri është që nuk e di ai ka më sot që ne flasim këto 800.000 vota. Ai ka më të garantuara.
Okej. Ky është realiteti. Parë në këndvështrimin. Çfarë do sillin ditët e fundit të gushtit dhe protesta në këto 2 javë? Urin falenderoj shumë për kohën. Faleminderit nga ju. Kënaqësi dhe nga ana ime.